përbëjnë po të njëjtin kërcënim. Amerika duket vetëm një hap larg luftës me Iranit. Washingtoni ka zhvendosur luftanien e tyre më të madhe ushtarake, e cila ka qenë pikërisht në brigjet e Kretës. Bëhet fjalë për US Gerald Ford, transportuesi më i madh i avionëve në botë, u largua pikërisht këtë të enjte nga një bazë e NATO-s për të shkuar drejt ujrave të lindjes së mesme me presionin maksimal ndaj Teheranit nga administrata e Donald Trump, i cili ka treguar se lufta nuk është e largët sa i përket mundësisë së një goditje të Iranit. Kjo është vendosja më e madhe ushtarake e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme që prej luftës së Irakut në vitin 2003, ku duket se gjërat janë mbulosur, pavarësisht se ka ende një shans për tryezën e negociatave, dhe ky shans janë pikërisht bisedimet që përmbahen ditën e sotme në Gjenevë të Zvicrës. Do të zhvendosemi në tjera informacione, duke mbetur sërish tek lindja e mesme. Shtetet e Bashkuara duket se synojnë të krijojnë një destabilizim për regjimin e Iranit. Kjo video e publikuar nga CIA amerikane kërkon spiun brenda Teheranit, duke paralajmëruar qytetarët iranianë të cilët duan që të bashkëpunojnë me autoritetet amerikane, që të përdorin kanalet të veçanta komunikimi dhe jo kompjuterat e tyre të punës apo celularet e punës për shkak të gjurmimit nga autoritetet iraniane. Videoja e CIA-s amerikane, e cila kërkon pikërisht bashkëpunëtor brenda Teheranit, është pjesë e një fushate më të gjerë të Agjencisë së Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pasur bashkëpunime të rëndësishme, jo vetëm me qytetarë nga Irani, por gjithashtu nga Rusia, Kina, Korea e Veriut, dhe të gjitha këto qëllime të cilat Amerika i quan legjitime janë bërë publike përmes thirrjeve për bashkëpunim me qytetarët e këtyre vendeve.